Televizionit Klan Kosova, si çdo të diel tjetër, jeni me emisionin Shoqet, sonte me Mulyrën, edhe në krahun tim të majt e të djathtë Ikon Flutrën, Gjekjen, Arbreshën, Edën, si çdo të diel tjetër me panelin tim të dashur. Sonte kemi me fol disa tema që e kanë ndezë kohën e fundit krejt popullatën. Një vajzë, hajtë se me prezentojme dhe misafirën tonë të parë për sonte, jemi këtu me Femije Gashi Pytyqen, avokate, mirë se vjenë, faleminderit. Mirë se gjithë. Temën e parë që do të flasim pikërisht me avokatën, do të flasim për rastin e fundit që një vajzë rahun nënën e saj, do flasim se kush po dështon prindi apo fëmija, në pjesën e 2 do të flasim për ndjekjet edhe obsesionet që maskohen si dashni e madhe. Në lidhje direkte do ta kemi Jacqueline-ën. Pastaj do flasim pak për zgjedhjet lokale, pasi që nuk muj me i ik kësaj teme, edhe në fund për me mbyll do flasim për showbizen. Po shkojme njëherë tek rasti i parë në Malishev, në ngjarjen që tronditi krejt Kosovën, në fshatin Llashka Drenëc të Malishevës, një vajzë 28 vjeçare dyshohet se ka rarë nënën e saj 54 vjeçare. Ngjarja ndodhi me 2 tetor, edhe e dyshuara u shoqërua nga policia nën akuzën për dhunë në familje. Me qëtë rast, neve normal që na vinë shumë pyetje edhe se di na kalon pak pa fjallë. Pa koment. Po du me të pytë me njëherë ty pak, apo menen që është faji i prindërve që fëmijët ma nuk po kanë respekt për autoritetin e prindit, a është nështë që kjo dashnia e madhe që mandej po kalon të fëmija si një lirije e teprume? Jo, unë mendoj që familjet shqiptare në përgjithësi janë një krizë të madhe morale, edhe besoj që kjo ka lidhje me dashni ose me mënyrë që shaj fëmijë është eduku. Shumë pak di për këtë rast, kom kërku mi gjetë deklaratat zyrtare, për s'ko mujtë me gjetë kur gjë, për me mujtë me vlerësu, ajo vajzë tash për spekuloj, mundet me qenë narkomane, mundet me qenë mendërisht me probleme mendore, e çrregullime. Po kjo nuk është normale, pse kjo po ndodh në shoqërinë kosovare, unë mendoj që është kriza e madhe morale, e cila na ka kaplu, po edhe kriza financiare, e mbot të dyja të bashkë dhe se pëndodhë shumë shpesh edhe pëndodhë, pavarësisht ta është vajza, djala, cilat janë marrëdhëniet familjare. Eda, apo menen që pente sotëm janë bu, që kjo modernizmi janë bu pak tepër të butë, edhe që kjo mandej po ndikon që fëmija me... Para se më ardhë në emision e pyta vajzën, i thasha, ke dëgju për këtë rastin, i thash, sa po, tha, e kom pa, tha, në TikTok bile si kështë pa, i thash, si pas te kujt është faj, tha i prindërve. I thash, pse i prindërve, tha se mos pari s'po i kuptojnë fëmijët dhe gjeneratën e re, e cila po kërkon gjëra ndryshe prej mënyrës se si janë rritur prindrit, dhe dyta tha, sepse tha, ka shumë prindër tha që munohen fëmijët tha me i majtë si në therë, tha, si në vezë, të mshelun, në momentin e parë që fëmija po del për dere, pastaj tha është si qeni halakat, tha, s'po t'i ka me shku më përpara. Dhe kjo është një pjesë mbështetëse për atë që tha Gjeki që janë krizë morale sepse edhe njerëzit s'po dinë se si cilën. Do të thënë, atë cilën but, atë cilën të lirshëm, atë cilën me rregulla strikt apo qysh me menaxhu. Me dajaka, me të mira. Do të thënë qysh me menaxhu këtë situatë. Apo ndodhë që kysan ma shumë për shkak që prind po mënon me i mbyll fëmijët e mandej ata kur po dalin po lirohen pak si shumë, apo mendon që është liria e tepër që po ja u jep familja? Tani për rastin konkretu nuk mund të them se realisht nuk është që e kam pa me vëmendje çka ka ndodhur aty dhe raportin e policisë nuk e kam lexuar dhe nuk e di çka ka ndodhur aty dhe çka ka qenë arsyeja pse ka ardhur deri te përdorimi i dhunës. Po përdorimi i dhunës mendoj unë që ka qenë i dyanshëm, nuk është që nis vetëm nga fëmia, po ai fëmijë është rritur me dhunë, edhe atëherë metodën e komunikimit e ka nëpërmjet dhunës. Tani, a e ka nëpërmjet prindrit dhunën, a e ka nga shoqëria dhunën, kjo është pikpyetje vetë, që vlen të diskutohet edhe kjo. Megjithatë, ka shumë elemente që nuk do doja t'i përgjithsoja, sepse ka fëmijë dhe ka prindër. Ka fëmijë që janë të hallakat, që vërtet ka nevojë për zinxhira për t'i shtrënguar,
Por ka edhe prindër që janë absolutisht shumë herë më të shtrënguar se që një rini normal apo një fëmijë normal, i cili ka 1, 2, 3, 5 arritura në jetën e vet, nuk mundet t'i tolerojë nga prindri. Zonja, po. Më falni që më ndërhi, po kjo është 28 vjeqare, do me Po, thonë, kjo nuk është në adoleshente cila është e pa pjeku në zdin musjel, do me thonë... Mund këtë që në pension të vazhdueshëm pikërisht për moshës, që është kohë martohu... Po duve pyetësh zonjën fëmije, ligjerisht, a ekziston një mekanizëm i veçantë që e mbron prindin prej dhunës që i krijohet Mas pari, do me thonë, ekziston, i kemi 2 ligje të cilet e mbrojnë personin kur kemi dhunë familje. E para është, do me thonë, ligje për parandalimin e dhunës familje, të cilet në këto raste, si kur kjo vajza, tash shumë mire tha Gjeri, vetëm nëse ka pas ndonjë çrregullim eventual psiqik, për ndryshe nuk mund të arsvetohet në asnjë mënyrë që ta sulmon nanën. Për shkak se nana është nanë, është e shejt, edhe në fundit, ajo me atë moshën 28 vjeçare, për informacioneve t'juja po flasë edhe unë nuk jam ndjeni ma shumë detalje, mos piva prekum privatësinë, se nuk pedi me detalje çfarë është. Mirë pa ajo me atë moshë që ka, do me thonë po, llogaritëm që nana ka qenë moshë të shtymë, edhe natyrisht një i ri shumë a letë, do me thonë e sulmon personin tjetër pavarësisht raportit që ka. Ki drejtim, do me thonë është 28 vite. Në këtë 24 vjeç nuk është që është moshë shtyme. O, me gjitha të është me fuqinë. 28 vjeçare. Nona, moshë shtyme, 24 vjeç. Infrastrukturën ligjore kena ligji për parandalimin e dhunës në familje, i cili ligj, do me thonë, është vetëm jep ato masat në këtë rast shambull të rastet kur kena dhunë familje, atë personin përgjegjës, si quhet sipas ligjit, e largon prej asaj shtëpisë, ndërsa viktimën në këtë rast, do me thonë, e mbrojtura quhet sipas këtij ligjit, e vendos aty ku, sepse matën ato, për shkak se kjo ka lënë disa faza. Polici e ka sektori për mbrojtjen e viktimave të dhunës në familje, mandej ky sektor është çaq i rëndësishëm, ky sektor i përgjigjet drejt për drejt zyrës të kryeprokurorit shtetit. Do të thonë nuk i ka lënë ato shkallë, siç është prokuria themelore apo të tjerë, po, mandej shkon në gjykatë, dhe gjykata shumë shpejt vepron. Në këto raste i jep urdhrat mbrojtës, kemi urdhër mbrojtëse emergjente dhe këto është tejet problem Kosovë, për arsye se çdo prononcim që e bëj javë rikujtoj shikuesve që Kosova është ekskluzivisht me ligjet në frymën e Bashkimit Evropian. Edhe tash imagjinoni çfarë janë standardet në një shtet perëndimor të Evropës me neve, sepse kemi shumë rastet e dhunës familje, po floli nga përvoja të cilën e preki, kur bashkëshortet, do me thonë, gatrohen ose të tjeret, shkon gjykata dhe gjykata detyron personin përgjegjës. Ky që e ka kriju dhunën, largohet për 6 muaj ditë, ja tregon edhe distancën, dhe disa obligime tjera që kanë me kriju. Shumë vështirë është. Në anën tjetër, bile leçi s'funksionon, po ndonjëherë ajo shpeshherë prodhon edhe krim. Vrasje shkon. Edhe në anën tjetër, me qenë se unë pyete për infrastrukturën ligjore, vepra penale dhuna në familje është edhe vepër e veçantë penalin ndëshkushmëria së cilës është deri në 3 vite, madje gjykatat për ngundër përvojës që kem, do me thonë, ata në praktikën gjyqësore, personat kur janë me këto vepra penale, do me thonë, quhen të peshës së ullët, ata zakonisht mbrohen në liri, ndërsa derisa gjykimi të jetë i formës të prejnë. Ndërsa duke bërë përpjekje si institucione përmena zinxhirit si shkon polici, zyra për mbrojtjen e viktimave, gjykata mandej shkallës 2 të shkallës 3 e tjerë, ata për ta parandalu, për të ardhur deri te më e keqja, tash po foli që është vepër penale, zakonisht do me thonë personat i marrin, i çojnë para burg, zhvillohet shpejt gjykimi pavarësisht sa i marrin, ata i çojnë drejt për drejt në vujtje të dënimit, do me thonë, edhe pse praktikën gjyqësore kanë burim të së drejtës, janë të detyruar në farë mënyrë që ta përdorin edhe në raste tjera, për shkak se në avokatët zakonisht reagojnë, edhe ata shpesh herë kanë ndodhur të çojnë drejt një pyetje, lutem. Gjithë këto zinxhira, domethënë të parandalimit të dhunës institucional, avokati, gjitha me radhë. Faktikisht neve jemi dëshmitar që dhuna vetë sa po rritet për çdo ditë. Jo që s'po parandalohet, jo që s'po ndalet, po vetë sa po rritet për çdo ditë. Ku jemi si shoqëni, kjo është pyetja. O si shoqëni tash institucionet, policia
Nuk mund t'i shkoj çdo kujt edhe në shtëpi t'ja tregoj si Ma mos është përtej që saj zonja femije, politikat sociale që i ndërton shteti, kur e ki një shoqënime për masa të dhunës, të tilla, në çdo mosh, jo veç në raporte qiftesh, politika du të më orientu për te raportimit në polici. Po da? E ne nuk kemi asi hapa politika nacionale të tilla. Po jo veç për këtë temë, për gjitha temat në Kosovë. Në një gjore kemi të regullume, ma dhe që Në një gjore, mi po në rastet e tjera, gjeri zakonisht kur ndodh këto të qofte dhunat, na jena të dëshmitar që shpesher konfliktet brenda familjes kanë përfundu edhe me vrasje, do me thonë të kryesisht të femrave, ma ndeju në kam qenë në një rast edhe përfaqësuese palës dëmtume, këtë rast të ndjerës Gjulieta Ukella, ku personi cili kreu veprën penale, do me thonë gjykata e dha fjalë